Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, të respektuar teleshikues, kudo që jeni ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në takimin e radhës të emisioneve tona tashmë të rregullta, popujt e Kur'anit që na takojnë dhe na bëjnë që të flasim për të kaluarën e njerëzimit, për të kaluarën e popujve, e të cilët popuj kanë zënë vend në Kur'an, respektivisht përvojat e tyre, peripetit e tyre, hjekat e tyre, por edhe shpëtimi i tyre ndonjëherë, e ndëshkimi i tyre ndonjëherë tjetër, janë arsyet që ata janë përmendur në Kur'an. Nuk janë përmendur në Kur'an për arsye për ta bërë një libër më voluminoz, sepse siç është thënë për Kur'anin, është libër që ka histori në te, por nuk është libër historie, është libër që ka moral në te, por nuk është libër vetëm i moralit, është libër që ka jurisprudencë në te, por nuk është libër i shkencave juridike vetëm, është libër që ka aspekte të zhvillimit të njerëzimit dhe të raporteve tyne të ndërsjellta, siç janë martesa, ndarja eventualisht, siç janë shitblerja dhe gjërat e tjera, por nuk është libër i të drejtës civile apo të ngjashme. Me fjalë të tjera, Kurani i përfshin që të gjitha, ama në një libër që i përfshin të gjitha dhe përmenden të gjitha, të përmendet pra ndonjë popull dhe të përmendet ndonjë histori, është interesante sepse nuk është libër që është i dedikuar për një gjë të tillë, a në anën tjetër merret ekskluzivisht pra me ndërtimin e popujve të rinj, por duke i përmendur ndonjëherë edhe popujt e vjetër. E në këtë rast pra popujt e Kuranit janë diçka që ne duhet të na mësojnë dhe të na bashkojnë çdo herë në mësime rreth tyre dhe rreth përvojave të tyre, peripetive të tyre, në mënyrë që e tashmja jonë të jetë më ndritur, në mënyrë që e tashmja jonë të jetë më e zbardhuar për gjeneratat e tjera dhe gjeneratat e reja, të cilat ne jetojmë dhe kalojmë pra kohën edhe në këto ditë. E jo vetëm për tani, por do t'jenë edhe për gjeneratat që Zoti e din sa do t'jetë kjo gjithësi, pra dhe kur të shkojmë ne, do të vinë të tjerë dhe do të gjenë mësimet e duhura tek popujt e Kur'anit, tek mësimet e Kur'anit, tek praktikat e Kur'anit në mënyrë të përgjithshme. Të nderuar teleshikues, ne sot do të bëjmë fjalë për një metodë që paria e ka përdor në udhëheqje. Ajo metodë është përçarja e popullit ose përçarja e komunitetit që ata udhëheqin. Nuk kem qarë për bë një përshkrim fillimisht që Allahu në fakt në Kur'an përmend pejgamberët. Duke përmend pejgamberët, përmend edhe popujt ku ata janë dërguar, respektivisht edhe për epilogun që kanë mund të kenë në raport me atë pejgamber. Allahu xhalla xhelaluhu pejgamberët, profetet pra i ka dërguar për të përmirësu gjendjen e njerëzve. Njeriu i parë, Ademi a.s., pa kur farë dyshimi pra ka qenë njeriu që në vetë vete ishte edhe krye familjar, ishte edhe bashkëshort, ishte edhe udhëheqës. Pra ishte i frymzuar prej Allahu xhalla xhelaluhu, por jetoi edhe me këto atributet që i përmendëm. Sa rritej e zhvillohi njerëzimi, Ademi a.s., pasardhësit e tij, bijtë e tij, niprit e stërniprit e tij, pra u bë komunitet i gjerë, bota njerëzore dhe natyrisht që njeriu me këto atribute që i ka, e ka edhe egon, e ka edhe anën e tij të errët ta quajmë që e bën të jetë lakmitar shumë, të jetë i tillë që synon të uzurpoj, të ketë, të përvetsoj dhe të pronësoj gjërat që nuk i takojnë ndoshta ose nuk i takojnë me të drejtë. Por ai pretendon se mund të jenë të tilla për arsye se joshet nga
shtypja e brendshme, nga egoja e tij, shtyhet pra nga nevoja, nga pasioni për diçka, po edhe nga epshet e tij, edhe në një mënyrë ose tjetër prej atij personit që duhet të jetë i drejtë, që duhet të jetë zhvillues, prej atij personit që Allahu e veçoi me mendje edhe e bëri të jetë mësues për të tjerë dhe gjeneratat e tjera, që duhet të jetë shembulltyr për vete dhe të tjerët e tjera, pra bëhet në një person që është konsumues, në një person që është i varur prej shoqërisë, pra në vend se ai të prodhoj shoqërisë, më tepër ai përfiton prej shoqërisë, bëhet personi që merr nga shoqëria. Dhe në vend se të jetë një njeri produktiv dhe zhvillues, ai do të jetë një njeri pasiv, një njeri konsumues dhe njeri që absolutisht çysh thot populli nuk ja sheh hajrin askush atij. Kësaj pra njerëzit kur shumon kanë nevojë për udhëheqje dhe udhëheqja atyre natyrisht që është gjithmonë zgjedhje e liderëve nga njerëzit më të mirë që kishin ata. Por kjo është që pozitat janë të tilla që nga njerëzit më të mirë mund të shndrohen në njerëzit më despot, në njerëzit më tiranë, në njerëzit më të padrejtë, në njerëzit që krijojnë avantazh për veti e disavantazh për të udhëhequrit e tyre, për popullin, për komunitetin, dhe kësaj shndrohen në njerëz që në fakt nuk është më fat i popujve që ata të jenë në krye të tyre. Nuk është më mirësi për njerëzit të udhëheqen dhe të jetojnë në kohën e tyre, por është mirësi ndoshta të largohen ata një ditë prej pushtetit e të vinë njerëz dhe gjenerata të tjera. Por kur këta njerëz në fakt, pra këta pushtetar, dalin shumë nga vetvetja dhe largohen shumë nga rruga e drejtë dhe e paqes, nga rruga Allahu xhalla xhelaluhu, atëherë Allahu ka dërguar pejgamber për t'i udhëzuar këta dhe popujt që të mos e harrojnë synimin për çfarë janë krijuar dhe ku do të përfundojnë, do të thotë nesër, pra duke mos e harru asnjëherë ahiretin, duke mos e harru asnjëherë botën tjetër për cilën ne në fakt duhet të punojmë dhe duhet të përgatitemi, sepse atje është jeta, atje është kënaqësia, atje është e vërtetë, atje është jetëgjatësia, atje është amshimi, atje është e përhershmja, atje nuk është monotonia, atje nuk është ftohti, atje nuk është vapa e madhe, atje nuk janë smundjet, atje nuk janë vështirësitë, aty nuk është varfëria, atje nuk ka vrasje, atje nuk ka vllavrasje, atje nuk ka padrejtësi, atje nuk ka gjëra të cilat ta rëndojnë jetën ty në këtë botë. Me fjalë tjera, atje është jetë perfekte. Mbi gjitha, po përmendi, nuk ka monotoni, sepse shumë kujt do t'i duket se edhe nëse gjitha këto të mira i kemi në ahiret, atëherë ndoshta njeriu nga të mirat edhe ngopet, i bëhet rutina, jo. Nuk i duket diçka e madhe, sepse bëhet e zakonshme dhe gjërat që janë të zakonshme din po ashtu të bëhen të neveritshme ose të paktën, nëse jo të neveritshme, të gërditshme dhe të ngjashme, të paktën nuk janë më interesante. Dikush mund ta marrë shembull sikur një lodër kur ja blejmë një fëmijës, cilën në natën e parë luan dhe e shtyn gjumin, dhe jo vetëm kaq, zgjohet nga gjumi me padurim që të shkoj prapë te lodra e tij dhe ka flejt me atë merak. Mirë po në ditën e dytë të tretë fillon të ngopet me atë lodër. Varësisht prej lodës sa është interesante, edhe ai fëmijë pra një ditë prej ditëve do të jetë lodra afër tij e ai as që do t'ja lëshoj syt. Kësaj pra njerëzit e mendojnë edhe botën tjetër, ndoshta ahiretin, se do të mund të jetë edhe i mirë shumë xheneti, por mund të jetë monoton, e ne i themi atyre se Allahu edhe këtë monotoninë e ahiretit e ka thyer dhe ka kthyer në atë që duket të jetë joshse dhe premtuese për njerëzit, sepse nuk do të lodhen aty, nuk do të kenë momentet cilat janë të pa qëllimta të jetohet e tjera, sikur që i kemi në këtë botë shpesh, madje në jetën e kësaj bote
që mund të vuajnë kategori të ndryshme të njerëzve, mund të vuajnë pensionerët, mund të vuajnë të moshuarit, të cilët sigur ju duket që tashmë nuk pritet asgjë prej tyre, nuk ka dobi asgjë prej tyre, nuk është kërkesa e familjes e as së shoqërisë që ata të jenë njerëz që punojnë dhe prodhojnë diçka për familje, dhe kësaj pra shumë lehtë mund të ndihen edhe të prekur e të hidhruar, e të jenë pra të ngarkuar nga gjendja që ne pa dashje mund të sillemi me ta dhe t'ja shkaktojmë atë gjendje të ju duket vetja se janë të tepërt në familjet tona, të tepërt madje edhe në shoqëri. Kjo pra po dua të them me qëllim pra kur përmenda se ahireti ka ato të mira, atëherë jeta jonë është atje. E këtë ahiretin nuk ta kujtojnë pushtetarët asnjëherë. Përkundërzi, pushtetarët mund ta marrin mendjen nga mendimi për ahiretin. E pushtetarët në këtë rast, kur ju vjen thirrja prej pejgamberëve për ta besuar Allahun, për t'ju kthyer Allahu xhalla xhelaluhu, ata sigurisht që nuk do të jenë në gjendje që në momentet e para ta pranojnë thirrjen e tij dhe do të mundohen të përbishnojnë çfarë do shtrembërimi që ata të mbeten në pushtet. Në emision të mëhershëm përmendëm se ata përdorin metoda prej më të ndryshmeve, njëra prej tyre ishte që përdorin magjin, përdorin magjistarët, përdorin pra ndryshimin e opinionit në njerëz, përdorin metodat që të duken se janë këta shpëtimtar dhe të tjerët janë ngatrimtar ose janë ata që sjellin të keqen në shoqëri. Mundohen që ti bindin njerëzit që të duken këta si njerëzit më të duhur të asaj kohë, të asaj periudhe kohore që ta shpëtojnë popullin e tyre nga skëterët e mundshme, nga ngacmimet e mundshme, po edhe provokimet e mundshme të armikut. E të duket se këta janë ata që e shpëtojnë popullin. Ata pra kanë përdor deri thash edhe magjistar për të treguar aftësinë e tyre e pa aftësinë e të tjerëve, ose dobinë e tyre dhe dëmin e të tjerëve në mënyrë që të duken se këta janë shpëtimi. Pastaj nuk ishte kjo e vetmja metodë, ata përdorën edhe varfrimin e popullit. Varfrimi ishte një metodë tjetër që ata pastaj ta kenë mbi zotrimin me atë që njeriu është i pa precedent, pra njeriu që është i pa negociueshëm në çështjen e saj që është ushqimi. Njeriu është në këtë rast nuk mund të ketë kompromis mes tij dhe dikujt tjetër që ja cënon bukën, që ja cënon jetën e tij direkte. Pra njeriu kur preket në sofër, në bukë, në atë që ai ndihet i nevojshëm çdo ditë për të, pra ndihet i uritur, atëherë me të mund të luash edhe me gjëra të tjera. Kur njerëzit luftojnë për mbijetesë, ata nuk kanë kohë më që të punojnë për të ardhmen e ndryshme të tyre ose të popullit me cilin ata udhëheqin, ose pra nuk ka patriotizëm kur ka varfëri. Nuk ka vetësi kur ka varfëri. Nuk ka zhvillim kombëtar, avancim kombëtar nëse ka varfëni në popull. Njerëzit pra nuk mund të jenë as ata që djenë ndoshta kanë luftuar për një kauz të caktuar, për motivet të larta që kanë pas për atë kauz, që janë ushqyer, e janë shkolluar, e janë arsimuar, e shumë gjëra kanë bërë për ta ngritur atë nivel të vetdijes, por ka një moment kur ata nuk janë në gjendje më që ta mbrojnë atë kauz kur preket interesi direkt i tyre, a interesi direkt i tyre varësisht ku njeriu e ka ngrit interesin, në çfarë niveli, por aty ku të gjithë bin, pa kurfar dallimi, janë interesat e aty paratyshme që lidhen me urijen dhe etjen, që lidhen pra me ushqimin. Kështu që kur pushtetari prek dhe i varfron të tjerët, mundohet që ai të arrijë edhe t'i sundoj ata me lehtësi. E një prej metodave që ne e përmendëm edhe më herët
është pra që sot do ta sqarojmë më detajisht, është që të fusin përçarjen në mesin e popullit. A kanë mundësi pushtetarët që ta ndajnë komunitetin në grupe të ndryshme, në grupacione të ndryshme, në renditje dhe nën renditje të ndryshme, të cilat në shikim parë mund të duken që janë sharm, por në kalimin e kohës e kuptojmë që ato dallime tashmë bëhen shumë serioze sa mund të prodhojnë probleme aq të mëdha sa të humbin edhe objektivat kryesore, të humbin edhe qëllimet kryesore të ndërtimit të popujve dhe të ardhjes së tyre në pushtet, për shembull. Andaj edhe për këtë duhet të jemi shumë vigjilent, pra se kjo është metodë e vjetër. Kush e përdori këtë metodë? Këtë metodë e përdori, prapë duhet ta marrim shembullin e faraonit. Faraoni, siç tregohet, kishte pa në ëndër që po vinte nga Jerusalemi një njeri i cili po përdhoste dhe kishte hyrë në Egjipt dhe mbizotronte shtëpitë e egjiptasëve. Faraoni, për këtë ëndër që e kishte pa dhe që i dukej se nuk ishte një ëndër shumë lehtë dhe thjesht, por kishte domethënien e vet, kishte thirrë njerëzit më të afër të tij, e që në atë rast ishin kryesisht magjistarët. Kishte thirrë dhe kishte konsultuar ata se çfarë do të mund të ishte kjo ëndër e tij. Çfarë do të mund të tregonte ajo ngjarje që ai ka pa në ëndër. Me kalimin e kohës, ata japin një mesazh se këtu pritet që të ketë një ndryshim të jashtëzakonshëm të demografisë njerëzore, pra që në atë rast faraoni i Egjiptit të lashtë, i kishte kiptasit popullin e vet në njërën anë, kishte edhe Ben Israelet që kishin mbetur që nga koha e Jusufit a.s. dhe ishin zhvilluar, ishin rritur aty, por nuk zonit të drejtat e barabarta me shoqërinë në anën tjetër, dhe në fakt Ben Israelit ishin të robëruar, ishin njerëz shërbëtor sa i përket popullatës elit të faraonit, por faraoni nuk ngopej në sundim as ndaj vetë popullit të tij. Nuk ishte pra i padrejt vetëm me Ben Israelit, por ai në këtë rast provoi një metodë tjetër. Provoi një metodë që në fakt arriti edhe të shfaros ose të mbys liderët kiptas lidhur me këtë ëndër dhe t'ju tregoj atyre se ja ata që ne i kemi sot në sundim, po pritet që në të ardhmen ata të na sundojnë dhe t'ju largojnë edhe juve e edhe mua. Në këtë mënyrë ai bëri një hakmarrje që në fillim për t'i treguar dhe për t'i friksuar këta të tjerët se pra me theks të veçantë Ben Israelit, se ne jemi në gjendje që të prodhojmë viktima nga vetë komuniteti i jonë. Pastaj ai dha atë urdhrin e tij të famshëm që kush lind fëmijë djalë në atë vit dhe jo vetëm në atë vit, pra thuhet që kjo ka ndodhur edhe në vitet e tjera, të mbytet ai fëmijë, të varroset ai fëmijë nga vetë familja që e ka lindur. Ndërkaq nëse është vajzë të lihet e gjallë, sepse nuk kemi rrezik se në ëndër është pa që është një djalë, ai që po hyn dhe po ka ardhur nga Beitul Maqdisi dhe po hyn e po sundon nëpër Egjipt. Natyrisht që ai për këtë ëndër që i kishte besuar shumë, e arriti një gjë tjetër, pra që ta mbajë sundimin e tij me përçarjen duke i friksuar njerëzit se një prej metodave pra që ai ka përdorur është friksimi, duke i friksuar ata se ky rrezik është i mundshëm jo vetëm për mua, por është edhe për ju, për të mos u rebeluar ata të gjithë kundër faraonit
dhe për të mos bërë ata ndonjë veprim të organizuar kundër tij, ata zgjodhen pastaj jo ata në fakt, po faraoni zgjodhi që ta t'i parapri kësaj, pra, dhe të fusë përçarjen në mesin e tyre. Përçarja pra si metodë e sundimit është e njohshme që nga ajo kohë ne do të vazhdojmë me këtë ngjarje dhe do të detajojmë edhe më tepër dhe të marrim mësimet e duhura nga kjo në pjesën e dytë të emisionit. Kalojmë me një shkputje të shkurtër, do të themi pas pak ju qëndroni me ne. Të respektuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar me rrjedhën e emisionit ton Popujt në Kur'an, që sot do të flasim më tepër për çështjen e metodën që e përdorin pushtetarët, udhëheqësit për të mbajtur sundimin e tyre, tiraninë e tyre mbi ta, pra që është përçarja. Ajo fjalia popullore e njohshme, e famshme është përçaj e sunda. Faraoni të respektuar, teleshikues, Allahu në Kur'an e përmend në shumë vende edhe Musajin a.s. edhe faraonin, por ajo që po dua të cek këtu është fillimi i surës El-Qasas që Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet me këto ajete. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Thot këto janë argumente, ajete të librit që janë librit të qartë. Natlu alejke min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ne këtu ju lexojmë juve, thot Allahu xhalla xhelaluhu, prej ngjarjeve që i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të Musait dhe Faraonit, pra ngjarje të vërteta, ngjarje të sakta për një popull që beson. Dhe fillon me njëherë për të rrëfy këtë ngjarje, thot inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. Faraoni pa kurfar dyshimi u ngrit lart mbi popullin e tij, u ngrit lart në tokë, e nditi veten se është i madh, se është madhështor, dhe thot wa ja'ala ahlaha shi'an. Dhe e bëri pra banorët e tokës në atë rast të vendit ku ai sundonte, i bëri të jenë grupe, kjo është komenti më i saktë i fjalës shi'an që ka ardhur në këtë ajet të Kur'anit. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Ai thot i ka dobësuar ata, duke dobësu pra një pjesë të tyre, duke mbytur pjesën tjetër, fëmijët e tyre, me theks të veçantë djemtë e tyre, duke çmoralizuar gratë e tyre, pjesës tjetër, pa dyshim që faraoni është prej njerëzve shkatërues, shkatrimtar që bëjnë shkatrime në tokë. E Allahu xhalla xhelaluhu na e tregon qartë në ajetin në vijim pse ne na rrëfen këtë ngjarje, thot wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin. Dhe ne dëshirojmë që t'ju japim mirësi atyne njerëzve që janë mposhtë, që janë udhëheq keq nga të tjerët, kudo që jetojnë në tokë, e që ti shndrojmë ata në udhëheqës. Pra Allahu xhalla xhelaluhu këtë ngjarje ne na tregon se si ti mund të bëhesh nga i larti i poshtruar dhe kundërta nga i poshtruar të bëhesh i lartë. Wa naj'alahum al-warithin, dhe ti bëjmë ne ata nga trashëgimtarët. Pra Allahu xhalla xhelaluhu me këtë që e fillon surën El-Qasas që ne të na rrëfej për faraonin, për Musajin në fakt dhe faraonin, ngjarjen e tij, flet pra për një komunitet të ndarë,
komuniteti i faraonit në njërën anë, i Ben Israelve në anën tjetër. Nga Ben Israelit vjen Musa a.s. E faraoni është udhëheqës prej udhëheqësve të lashtë të Egjiptit të lashtë. Faraoni mori vendim prej një ëndër që kishte pa që të mbyteshin të gjithë fëmijët meshkuj që lindën në atë vit. E në atë vit u lindë edhe Musa a.s. Mrekullisht i shpëtoi asaj mbytje, duke qenë se Allahu Gjelle Gjelaluhu i dha një frymëzim nënës së Musait a.s. që ti mos e mbyt atë, por vetëm lësho në ujë dhe dorëzoje. Pra në të mbetet çështje tjetër, pra kjo, jo mbytje direkte, e Zoti e din se çfarë do të bëjë. Duke qenë ashtu, ajo në fakt në lumin Nil e lëshoi të porsalindurin e saj Musain a.s. gjatë që nuk ishte ndodhur më herët me Harunin, me vllajën e Musait. Haruni, disa dietarë thonë, ka lind në kohë të mëhershme, se ka qenë vllai Musait vllai më i madh, në kohë të mëhershme që ky urdhër i faraonit nuk ka qenë i vendosur, ky ta quajmë urdhër mbretëror, nuk ka qenë vendosur më herët. E disa thonë që faraoni ka pas filluar që të bëj këtë një vit po e një vit jo, e Haruni ka qëlluar në vitin kur nuk ka pas mbytje të fëmijëve djem, ndërkaq Musai ka qëlluar pikërisht në atë vitin kur ka pas mbytje të djemve. Por, siç përmenda, Allahu e frymëzoi nënën e Musait që ajo të vendoste ndryshe, pra ta lëshonte në ujë, në një farë tabuti, e që ky tabut të mos fundoset pra në ujë, në një farë drasë ta themi, të mos fundoset në ujë, po ai të qarkulloj mbi lum. E të ishte ai lumi deti është më interesante të thuhet, ndoshta edhe pse valët e detit vështirë se do t'i shpëtonte ajo poshtin, por ç'është interesante, në lumi e ka rrjedhën e tij që shkon nga lart poshtë. Të sillet ai të shkojë nga ky vend në vend tjetër, Zoti e din se si. Gjeografikisht kanë qenë detajisht këto shtëpitë e Ben Israelve, por mund të mos mendohet se ka qenë e lehtë pra që ky tabut të ndalet në një vend. Ajo është ndalë pikërisht afër pallatit të faraonit, ku ka pas, dhe aty e gjen gruaja e faraonit, thot ku ka një djalë i mirë, pse të mos e marrim dhe të arrisim ne pra këtu. Ata kishin bindje që Ben Israelit janë ata që i indoktrinojnë fëmijët e tyre kundër faraonit. Dhe jo që një fëmijë i tyre nëse rritet pra në mesin e vetë egjiptasëve do të ishte rrezik. Kësaj pra ata pan të udhës që ta marrin Musain a.s. dhe të rritet. Pa u ndalë shumë në këto detaje. Musai a.s. filloi të çaj, pastaj kur hyrë në shtëpi sepse donte qumshtin, e që ata përgjet qumshtin e nënës, do duhet që të hulim tani për një grua e cila ka pas lindje afër, e që ka, do më thënë, fëmijë të vogël. Në atë rast provuan prej grave që kishin fëmijë të vegjël dhe kush do t'i thoshte faraonit që nuk do të vimte ju. Mirë po, kjo nuk përshtatet shumë me Musain a.s. derisa shkojnë te Ben Israelit, prap gjejnë gra të mjaftueshme që janë gjithënse, por Musai prap nuk e merr xhirin në asnjërs prej tyre. Me kalimin e kohës i vjen radha vetë nënës së Musait të shkojë dhe të jap xhi e Musai rehatohet. E Allahu e përmend këtë detaj për këtë arsye edhe po përmendi unë këtu. Thotë ne këtë e bëm kej të qarra ajnuha, do të thonë që syri i saj, zemra e saj për të qetësohet, nënës së Musait a.s. kur do ta shoh që fëmijën që ajo një ditë e lëshoi në tabut në ujë, nuk ka vdekur, por është dikun gjallë. Dhe ajo pa dhënë shenja se kjo është fëmijë i imi, që të mos kuptohej diçka më shumë, e kishte pra urdhën që të shkonte dhe të jepte xhi çdo ditë Musait a.s. Kësaj ajo pa dhe rritjen dhe zhvillimin e Musait dhe ai vazhdoi të mbetej në shtëpinë e faraonit, të rritej aty brenda, e nëna Musait kthehej tek shtëpia e vet. E rëndësishme,
kur faraoni pra provoi metoda të ndryshme, që ajo është qëllimi i temës tonë, të bëj përçarjen në mesin e popullit, që ai të sundonte me lehtë dhe që ndaj tij të mos bënte askush ndonjë kryengritje, të mos kishte askush ndonjë iniciativë për mposhtjen e tij, për marrjen e pushtetit, për akuzimin se është i paaftë për të sunduar e kështu me radhë, ashtu pra faraoni e bëri të kundërtën, pra që njerëzit të merren me vetvete, respektivisht të merren me problemet e tyre që ja shkaktonte ai. Pra të merreshin me varfrinë, të merreshin me çmoralizimin e grave të tyre, të merreshin me mbytjen e fëmijëve, të merreshin me zullumet e njëpasjeshme dhe të ndryshme që i bënte në mesin e njerëzve, dhe ata pra nuk bëhej fjalë që të luftonin për ndonjë drejtë më të madhe, për ndonjë shlirim, për ndonjë adhurim të Zotit të vërtetë, por ishin të ballafaquar me jetën e tyre drejt për drejt, dhe sikur përmendëm, njerëzit kur ballafaqohen me jetën nuk e kanë krejtësisht të lehtë që të merren me aktivitete të tjera më të avancuara dhe më zhvilluese për ta. Atëherë, të respektuar teleshikues, metoda për ndarjen dhe përçarjen e popujve, për kategorizimin e tyre, parcializimin e tyre, është metodë e vjetër, që e kanë përdorur që në kohë të lashta, e kjo metodë vazhdon të bëhet edhe të jetë e njohshme edhe në ditët e sotme. Për të sunduar një popull është lehtë që të luash me çështje të ndarjeve. Kur ekzistojnë ndarjet, atëherë, respektivisht përçarjet, atëherë ekziston mundësia e fitilit të futjes së zjarrit të luftës mes tyre, dhe përçaj e sundo është metoda më e lehtë që të tjerët pra mund ta bëjnë me popujt e ndryshëm. Si tha njëherë një filozof, lufta bëhet në 4 metoda. Bëhet me armë të ftohta, sikur ka qenë lufta e thotë, edhe metodat e njohshme në kohën e Bashkimit Sovjetik e tjera. Është pastaj lufta me armë të zjarrit. Këto janë luftat që ballafaqohen njerëzit ndërmjet vete, dhe kush më shumë ka armatim, kush më shumë ka artilleri të lehtë apo të rëndë, do të jetë më afër mendsh që ta fitoj luftën kundër palës tjetër. Është metoda e tretë lufta me armë bërthamore, të cilat nuk kanë të bëjnë tash lufta direkte e njerëzve, e ushtrive, me ushtri tjera, por kjo është luftë e largët që e bën pra ushtria që ka armë bërthamore, duke mos u ballafaquar direkt me popullin cilin është duke luftuar, por kësaj pra ja del të luftoj. E metoda e katërt edhe më e sofistikuar është që ne t'i bëjmë ata të merren me vetveten. Të jenë grupe të ndryshme e të mos kenë as pak ambicje për të ndërtuar kauzën e tyre, për cilën ata ndoshta një ditë kanë thënë se ajo është që e kemi që të gjithë detyrë mbi detyrat, ndërtimin e shtetit, të institucioneve e tjera, sikur ndodh që t'i shohim dhe t'i dëgjojmë këtë fjali të famshme nëpër njerëz. Mirë, po kjo nuk ndodh fatkeqësisht. Atëherë pra, ne jemi në gjendje gjithmonë që këto t'ja faturojmë, këto t'ja atribojmë popullit armik me cilin ne kemi përçarje, kemi luftë të përhershme e tjera, dhe gjithmonë themi se ata po na i fusin këto brenda, ose ata po na i bin këto ndryshime neve, ata po na bëjnë që ne të mos mund të zhvillohemi, të përparojmë e kësaj. Mirë, po gjithmonë dikush si ata do të ekzistojë. E rëndësishme është strukturuar mundësia e udhëheqjes me grupe. Në kohën e sotme, në kohën e pluralizmit politik,
duket se gjithçka është në rregull kur është në pyetje pra që në një shoqëri demokratike të marrin pjesë njerëz me bindje të ndryshme, që të gjithë të jenë ndërtues të shtetit dhe të demokracisë. Të fitojnë ata që janë shumicë e të durojnë ata që janë pakicë në kuptimin se njëra parti me ideologjinë e saj, majtiste ose djathtiste, e qendrës ose e qendrës e djathtë ose e qendrës së majt, liberale apo tjetër apo më radikale, do të jenë pra ata që i tubojnë njerëzit me bindje të ngjashme, i grupojnë, marrin pjesë në zgjedhje dhe kësaj pasi ta marrin pushtetin, do të udhëheq njëra parti ose një grupacion që fiton shumicën. E duke pas parasysh që pjesa tjetër që ka humbur zgjedhjet, ata nuk do të ndihen në këtë rast si opozitë e luftuar, po do të ndihen sikur njerëz që kanë humbur zgjedhjet, por në kuptimin e përgjithshëm kjo opozita tashmë e ka një detyrë tjetër, që t'i gjej gabimet e pozitës, që t'i përmend ato, që të ketë fjalë të lirë të garantuar, media të lira, dhe që këta të mund të bindin popullin që mos të votojnë atë partinë me shumicë, por të votojnë këtë partinë që është në pritje ose në ardhje, që tashmë është në opozitë. Kjo si sharm jashtëzakonisht duket e mirë, vëllezër. Kjo duket jashtëzakonisht ndërtuese sepse partitë njëra tjetrën e fusin në obligime, në kuptim. Pra, liderët e partisë që kanë pushtetin nuk kanë shumë guxim të bëjnë çfarë të dojnë, sepse me lirinë e shprehjes, me mediat e lira, ata do të shpalosin çdo gabim të mundshëm të qeverisë. Dhe do t'ja qesin në pah populli dhe populli një ditë do të bindet se atyre që i dham mbi 50%, 60-70% të votave, një ditë nuk do t'ja japim, po do t'ja japim të tjerë. Pra quhet ndëshkimi në zgjedhjet e ardhshme. Thash edhe njëherë kjo duket shumë simpatike kur funksionon mirë. Mirë po, si në rastin tonë që kjo po na ndodh, nuk dua ta marr precedent Kosovën, pse ne jemi këtu duke jetuar, por kështu kemi gjendjen kudo. Kemi zgjedhjet e 9-ta pas luftës së Kosovës, kemi pra legjislacionin e 9 që bëhet, partitë politike, të cilat të gjitha kanë një synim, që Kosovën ta çojnë përpara. Të gjitha në mënyrën e vet, kush më shumë ka retorik, e kush më shumë ka aftësi për të shprehur, të gjithë e mendojnë se janë e mira e vendit. Mirë po, për të treguar se janë e mira e vendit, duhet mos të tregojnë se të kundërtit. Pra, oponentët e tyre janë e keqja e vendit. Dhe rrjedhimisht futet ajo përçarmja që deri në masën ku nuk janë në gjendje edhe të bashkëpunojnë. E kjo nuk na ka ndodhur një herë. Ndoshta në historinë e Kosovës, thuaj se çdo herë kemi parti që ka fituar mendim e të tjerëve, pra në pushtet ka ardhur mendim të tjerë me koalicione, qofshin parazgjedhore, qofshin pasgjedhore. Pra asnjëherë nuk kemi pas parti që i ka fituar vetë zgjedhjet dhe ka formuar vetë qeverinë. Edhe atër kur kemi pas, nëse diku i duket, kemi pas, thash edhe njerë koalicione të brendshme, ose paraprake, të cilat janë shkrirë në një subjekt politik, por që kanë ekzistuar ato forca të ndryshme brenda një subjekti. Dhe kjo tash i ka quar gjithmonë në detyrën që ata të bashkëpunojnë kush me kënd, e tash këtë bashkëpunimin kur janë të përçarë e humbin. Kur e humbin nuk formojnë institucione, kur nuk formojnë institucione, janë në gjendje pra që në vend se të zhvillohet ekonomia e vendit, ushtria e vendit, arsimi i vendit, shëndetësia e vendit, e të shkojë ky popull përpara, atëherë armiku kujdestar gjithmonë do të jetë dikush tjetër, pra ky shtet apo ai shteti fqinj ose shteti me cilin kemi pas luftë dje e tjera, apo alatet e tanë që ky po na ndihmon, ky tjetër nuk po na ndihmon, pra përçarja është kjo njëra prej problemeve që e kemi. Dhe jo vetëm kaq, jo vetëm në fushën politike, dhe jo vetëm në vendin tonë, dhe jo vetëm të shqiptarët, ne e shohim edhe në shtetet ku demokracia ka një zhvillim shumë më të mirë dhe ka një kaluar shumë më të avancuar. Kemi plot shtete që kur bëhen zgjedhjet nuk e kanë të lehtë që më njëherë të dalin
me institucione të themeluara si Rozdat i Zedhe që janë dalë dhe kanë fitu të tjerë. Për shkak të këtyre mos pajtimeve dhe përçarjeve që ekzistojnë. Megjithatë, shtetet e caktuara kanë bërë një vijë që në një farforme shteti të mos kollapsohet, pra në një mënyrë se tjetër këto fragmentalizimet që ndodhin në partije, në grupacione, në mendime ndryshe të ngjashme, nuk është që prekin themelin e shtetit, pra në një farforme populli, njerëzit, qeveria, arsimi, ushtria, policia dhe gjithë sektorët të shërbysë që janë brenda shtetit, nuk është që një ditë pas zgjedhjeve funksionojnë ndryshe. Nuk është që nuk ka më dënim në trafik sepse nuk kemi qeveri, ose sepse nuk kemi ministër në krye. Por nuk është që bëhet anarki e të udhëhequrit të popullit dhe për këtë arsye dikun mund të pranohen, por dikun tjetër nuk janë në gjendje të pranohen. Ama të nderuar vëllezër, ajo që ne duhet të shohim është kështu. Në ngjarjen që sonte patëm për temë, ishte ndihma e Allahut për Beni Israilit e mposhtun, e poshtruar nga faraoni dhe epilogun që përmendet pra në Kur'an të përfundimit të dinastisë së faraonëve dhe të mbijetesës dhe të zhvillimit të Beni Israilëve. E Allahu na tha këtë shembull, ne po doam që t'ju tregojmë juve e t'ju rrëfejmë, t'ju japim mirësi atyre njerëzve që janë të mposhtur, që janë të sunduar, që janë të udhëhequr nga të tjerët padrejtësisht, në mënyrë që të kuptojnë se si Allahu e bën që të përmbyset e keqja dhe të vijë e mira. Këta vetë Beni Israilit e provuajtun, më vonë u shndruan në diçka tjetër. Pra, në vend se të marrin atë mësimin se si kanë hjek prej faraonit, ata e bën despotizmin vetë. Ata e bën padrejtësinë vetë dhe u munduan që t'i përçajnë të tjerët në mënyrat e ndryshme. Edhe në këto kohë, duke i përçar muslimanët, duke i përçar vendet arabe, duke i bërë në shtete të ndryshme të vogla, ata arritën që të kenë një shtet të vogël shumë të fuqishëm, edhe ushtarakisht, edhe ekonomikisht, e mbi gjitha me përkrahje shumë të madhe ndërkombëtare, ndërkaq të tjerët që janë shumicë dhe më të fuqishëm në çdo aspekt të jenë më të ulët dhe të jenë më të mposhtur. Megjithatë, kjo ngjarja e faraonit në Musajin tregon rotacionin se i vogël bëhet i madh, i madh i bëhet i vogël, por duhet të jemi gjithnjë të kapur për fjalën e Allahut, për premtimet e tij dhe të shohim se e vërteta çdo herë del në shesh, e vërteta çdo herë ndihmohet dhe Allahu xhalla xhelaluhu për vetë profetët që ka treguar pra për Musajin e edhe pasuesit pra ata që i bëjnë punë e profetëve do të jenë innahum lahumul mansurun, do të jenë të ndihmuar. Deri në takimin e radhës këtu përfundojmë me këtë halk. Ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.